Për Bajram vinë keq, shkojmë të vorët edhe i takoj, i shofim ka të vdekurit, apo mendoj se më burim ka vdekje, shkoja i shof, edhe vinë të afërmit, takohemi. A për Bajram harxhime ka kurban me një kurban 200 euro me kushtu. Ma pak nuk përfestojnë, të rinia e këta, për para e mbledhe, kam pregadite, kurbana kam preje, e që shtoj, tash jo. Jo ma pak. Mirë që e kam. Si e mirë? Mirë. E shëndet mirë dukesh? Po ashtu, Po mbash. po mbahem. Disponimi ç'maki? Mirë që po shkoj i ka dik një kolegës burri, po shkoj me pa të gratë. Jemi pra të festës Bajramit. Sa e festoni festën e Bajramit? Na festojnë gjithë, unë edhe këtë familja, këtë gjyshe, babgjyshe, këtë mi kom, e kom pas miftiv, që festojnë, e kom pas edhe nonën e kom besimtare, edhe unë e besoj, edhe kom punu, edhe kom linu, edhe kom besu, edhe besoj, për festën e Bajramit. Çfarë ndjesi ka kjo festë për juve? Ka ndjesi për familje bollë, këtë më lidhen, këtë të afërmit vine, takohen e për atë. Këtë për Bajram vinë keq, shkojmë të vorët edhe i takoj, i shofim ka të vdekurit, apo mendoj se më burim ka vdekje, shkoja i shof, edhe vinë të afërmit, takohemi. Musafir, vajtjarë ma shumë shkoni apo vini ju? Jo, ma shumë, jo, unë ma shumë vinë se unë nuk shkoj, se ma vjetër, jo, unë i presë, misafir në shpej. E këta tri shkojmë ma të migjat e halat e datit e kejtë shkojmë në takuar. Shumë pak kjo festa e Bajramit nuk po festos, që shku festo ma e? Ja, sa shi. Shumë ka, jo ka ndryshu, por shumë. Sa ndryshimi është tash? Ndryshim. Ma pak nuk po festojnë, të rinia e këta, për para e mbledhe, kam pregadite, kurbana kam preje, e që shtoj, tash jo. Jo ma pak. Kushtet ekonomike dhe janë. Pytje. Po disa i kanë kushtet, mirë po nuk i kushtet shumë rëndësi. Nuk i kushtoj rati, ja. Po, që është e vërtet. E në rast veçantë të Bajramit nuk i qenë e reja të kujtohet? Po më kujtohet të shpia, dhe më leshëm kejtë. Familja, nona, po kejtë familjes, më leshëm. Boshmi bashkë, festojshmi, u knashëm me familje. Mirë ka qenë shumë për para. Ako mungon që atmosferë? Po mungon plot. Sa kishe dash me këthy që atë kohën? Kisha dash me këthy vëlla, po përkat. Rinja tash nuk kasën e... Kejtë ka emigru jashtë, a përshë gjysa rinis nuk janë këtu. Ju jetoni e vetë? Unë jetë me gjallin, me gjallin. Shumë jetë. Jo me familje, jetoj me gjallin. Perfekt. Këto bregaditit e baklavave, vazhdojnë hala në familjen e juj? Po jo me taj. Po unë e smuj me marrë më plakë, mos mu, po i blejnë nga djallit, po shkojnë blejnë nga që me qëta. A kështë dash që mos ndryshojnë të tradit? Kam punu ministri, punë edhe miqenjet sociale, kështu që penzijat unë i kom mirë, e ta ndikur si ka, edhe së një mere e shuftirë. A për Bajram, harxhime ka kurban me për një kurban 200 euro me kushtu. Shumë shtrejt. A më në që gjithë si kanë këto kushte? Ja, s'ka, nuk e kanë. Ju a prejnë e kurban? Po gjallë jem, po ka prej. Çdo vit? Jo, çdo vit ka njerë, në barë qysh. A e besimtar është. Shkom falë në gjamia dhe besimtar shumë. Po pëlqen. Jo, do shta gjithë dhe praktikojnë këtë. Kjo ka mbetur si trashëgimi, do shta ka me trashëgimi pi nonës, e pi bargjyshit, e pi familjes. Edhe faktikisht unë e besoj edhe e festoj. Po të në punë një mesazh për gjithë ndjekësit e historit jetës për festën e Kurban Bajramit. Urime gjithë kombit tonë shqiptar që mësëran festa Bajramit, inshallah është me të mira e mos me pas probleme e që janë. Përremat mirat, gëzuar festën, pritë shumë bashkë shumë. Faleminderit shumë. Gjithë mirat, faleminderit shumë. Faleminderit. Kalofshit mirë.